Përshëndetje, mirë se erdhe në Golden Truth Tarot. Dhe tani, le të fillojmë me parashikimin e muajit korik për shenjën e dashit. Desh në javën e parë të korikut, do t'jeni pak të irrituar, të gatshëm për të filluar debate, mosmarrveshje. Kjo sepse dhe durimi juaj do t'jetë shumë i kufizuar me njerëzit që ju rrethojnë në këtë javë të parë. Një datë që duhet të keni parasysh është data 4 korik, kur Marsi, planeti që ju udhëheq dhe planeti që lidhet me luftën, me agresivitetin, do t'jetë së bashku me Uranin, planetin e rebelimit në binjak. Dhe historikisht, kur këto dy planete kanë qenë së bashku, kanë qenë periudha luftrash, periudha ku kemi pasur revolucion apo protesta në vende të ndryshme të botës, dhe mund ta dëgjoni edhe këtë gjë gjatë datës 4 korik në javën e parë, mund të dëgjoni në media që në vende të ndryshme të botës ka revolta ose ka shpërthyer diçka, ka problematika nga më të ndryshmet, sepse Urani lidhet edhe me shpërthime, zjarr, shpërthime. Kjo do t'ju bëjë që edhe ju vetë të ndjeni të tensionuar nga çfarë do të dëgjoni përreth jush, të ndjeni të irrituar me njerëzit me cilët punoni, në familje, keni nevojë për qetësi, keni nevojë të qëndroni vetëm në këtë javë, sepse sa herë flisni me persona të tjerë, do t'ju duket sikur nuk kuptoheni, ato i mendojnë gjërat në një formë tjetër, ti e shikon në një mënyrë ndryshe, edhe pak impakti i Mërkurit të kthyer, sepse do t'jetë deri përgjatë pjesës më të madhe të korikut deri me datë 23 dhe Mërkuri do t'jetë i kthyer, dhe sjell her pas here debate, diskutime, pra ke një sens irritimi brenda teje, të duket sikur gjërat nuk janë të drejta. Çfarë po ndodh rreth teje, çfarë po ndodh në botë, çfarë po ndodh në familjen tënde, të duket sikur nuk ka barazi, nuk ka drejtësi, ti do të luftosh për atë që të takon, ti do të luftosh për të drejtën tënde, do të luftosh për mendimet e tua, për opinionet e tua, plus me datë 7 korik, Neptuni, planeti që lidhet me mjergullën, me iluzionin, me fantazin, me imagjinatën, do të jetë i kthyer në shenjën tënde në dash. Dhe ku ndodh kjo gjë është një lloj sikur të hapet ajo perdja që të ka mbuluar shikimin, nëse ti ke qenë në një mjergull më përpara dhe nuk i ke parë gjërat siç duhet, bazë datës 7 ti vetë për gjërat e tua, për jetën tënde do ta kesh vizionin shumë herë më të qartë se çfarë ti kërkon. Prandaj shikoj edhe këtë shpirtin e fortë luftarak që do t'ju shoqëroj në javën e parë. Dhe në javën e dytë, pastaj kjo do t'jetë koha kur mund të merrni lajme negative ose lajme për vonesa, gjërat nuk ecin ashtu siç dëshironi ju, dikush edhe nga inati për t'u hakmarr mund të bëj diçka qëllimisht t'ju prish punë sepse nuk i pëlqen që ti e kundërshton, nuk i pëlqen që ti thua jo s'ke të drejtë, nuk është kështu siç e thua ti, është ndryshe, sidomos nëse keni një person në rrethin tuaj me të cilën punoni ose një person në familje që ka energji të fortë ajri, pra dikush që ka ascendenten ose shenjën e diellit në binjak, në peshore ose në ujor. Por nuk do ta bëj në mënyrë të drejtë për drejtë këtë gjë, jo siç e bën ti, dash, që i thuaj gjërat troç, që i thuaj gjërat hapur. Ky person do ta bëj në një formë të tërthort, të prish punë për diçka, nuk e mban fjalën që të ka premtuar, gënjen për një gjë, pra krijon një lloj situate të tillë si e si për të mërzitur, për të irrituar, pse ti e kundërshtove në javën e parë. Edhe ju a them këtë se shikoj që do t'jeni të mërzitur, në javën e tretë, sidomos që shikoj goxha të ndjeshëm, do t'ju mbetet halltri, dhe ka të bëj me një person që ti e konsideron goxha të afërt. Pra kjo është një zgënjim i fortë për ty që të prek nga ana emocionale. Ti shpesh kur i thuaj gjërat nisesh me atë që un po ta them me sinqeritet, un po ta them hapur, un po ta them në sy, un po ta them të vërtetën ashtu siç është, por jo të gjithë e pranojnë atë të vërtetë, jo të gjithë e duan ta dëgjojnë.
dhe mënyra se si veprojnë pastaj do krijojë një zhgënjim. Për ty si u shikoj pak të mërzitur në javën e tretë, të distancuar nga disa persona që mund të jenë ose pjesë e shoqërisë tuaj, për disa desh ose edhe brenda familjes, një hatërmbetje që ka të bëjë me familjen. Keni dashuri, keni shumë persona që ju duan në familje, keni sinqeritet, por është edhe ana tjetër e medaljes me kundërshtar, me irritime, me problematika të ndryshme. Është një cikël i ri për ju. Mendojeni në këtë formë, është një mënyrë që ti ta shikosh realitetin e situatës familjare në një këndvështrim ndryshe. Pra, ato gjëra që ti po lufton kaq shumë, ato mosmarrveshje që ti ke, shikoje cilat ja vlen edhe cilat nuk ja vlen, sepse jo të gjithë njerëzit do bien dakord, edhe ndoshta se ti ke të drejtë, prap mund mos të t'japin të drejtë, ndoshta atë të drejti nuk e merr kur, apo nuk të kërkojnë falje kur për atë sjellje që mund të bëjnë, ose nuk e pranojnë, nuk mbajnë përgjegjësi për sjelljet e veta. Sidoqoftë situata, data 14, kur kemi hënën e re në gafore, është një energji emocionale, është një energji e ndjeshme. Kjo shpjegon edhe pak shqetësimin edhe atë melankolin që ti do të kesh në javën e tretë të korikut. Do të kesh një nevojë dhe një dëshirë për një ndryshim që ka të bëjë me vendin ku ti jeton. Për disa desh mund të bindesh, thua unë nuk qëndroj dot këtu, unë dua të iki diku tjetër, dua të shkoj në një qytet tjetër, apo të ndryshoj lagje, të ndryshoj qytet, të ndryshoj shtet, të iki nga ky vend se nuk kuptohem me njerëzit, nuk jam rahat, nuk ndihem mirë. Për dikë mund të jetë dëshira brenda, sidomos nëse janë disa anëtarë të familjes që jetojnë në të njëjtën hapësirë, për të pasur një ambient që është i yti, për të pasur privacitetin tënd, është një dëshirë e fortë për pavarësi, për privacitet që shikoj. Dhe pikërisht kjo hënë e re do të sjellë shumë nga këto ndjenja që lidhen me ambientin e familjes, që lidhen me çfarë ty të rrethon, që do dalin në pa. Për dikë mund të jetë edhe diçka që s'ka të bëjë drejt për së drejti me familjen, po siç thash ka të bëjë me vendin, sepse energjia e gafores lidhet edhe me popullin, me njerëzit që ty të rrethojnë, me komunitetin që të rrethon, me situata që ti vetë nuk i ke në dorë, se ka të bëjnë politikat e ndryshme, ka të bëjë gjendja në vija të përgjithshme e një qyteti apo e një shteti. Këto do të jenë ato që ty nuk të bëjnë të ndihesh rahat. Do të duket pak vetja si peshku jashtë ujit, që themi, ose si një person që nuk kuptohesh dot. Mënyra se ti shikon gjërat, nuk kuptohesh nga njerëzit rreth e rrotull teje. Por më e mira që mund të bësh në këtë situatë është të fokusohesh tek gjërat që ti i ke në dorë. Pra, nëse nuk kuptohesh, këto mosmarrveshjet vazhdojnë për gjatë muajit, merru me gjërat e tjera, kanalizoje këtë energjinë e fort, këtë të agresivitetit, të shpirtin luftarak në diçka që do të sjellë para, në diçka që do të sjellë një përfitim material, në diçka që ja vlen dhe që është në dorën tënde. Dhe në javën e fundit, sidomos, do të jetë një javë shumë e mirë, ku ti shumë gjëra do të ndryshojnë, edhe Mërkuri kalon drejt, siç ju thash, mbas datës 23, dhe kjo të kalon nga ajo bota e brendshme, nga ato mendimet e shumta që ti ke në kokë, e kalon energjinë së jashtme, pra ti fillon edhe ndihesh më mirë, ke më optimizëm, një energji më pozitive, plus fillon edhe sezoni i luanit me datë 22 korik, që është energji zjarri, një lloj si ty, pra ti ndihesh më rahat, ndihesh më mirë se sa në gjysmën e parë të muajit. Fillon ke më shumë inspirim, ke më shumë motivim për të marrë me gjëra të ndryshme dhe për të fokusuar veçanërisht tek puna,
tek puna, sepse java e fundit do të sjell para për ju, do të sjell një mundësi shumë të mirë, sjell diçka që shoqërohet me një vlerë monetare, ose mund të filloni disa desh një punë të dytë, një projekt që ti e bën për një kohë të shkurtër edhe fiton pak para, një punë që mund të jetë sezonale vetëm për periudhën e verës, diçka që ka të bëj me që shoqërohet me të ardhura më të mira, sepse me këto të ardhura ti tani do të kesh mundësinë që ato gjëra që të mërzisin ti rregullosh, të japësh para edhe ti rregullosh, nëse ke pak kënaqësi me vendin ku jeton, gjesh një shtëpi tjetër që është më e përshtatshme për ty, është më e rahatshme. Ato dëshira, sepse i gjithë muaj është i fokusuar në këtë dilemën mes dëshirave të tua, nevojave të tua si individ, mënyrës se si ti e shikon jetën, si e shikon gjërat, dhe përplasjes që do të kesh me personat e tjerë së jashtmi. Dhe sigurisht rrethana do të jenë të ndryshme, për desh të ndryshëm, për dikë konflikti do jetë me familjen, përplasjet në familje, për dikë mund të jenë në çift, për dikë mund të jenë në ambientin që ty nuk të mirëpret dhe nuk të kupton ashtu siç ti je realisht. Çfarëdo qoftë si rrethan për ty, fokusi është shumë i madh tek desire, pra tek dëshirat e tua, tek ajo që ti do të bësh. Shiko, është shumë interesante edhe nga letra orakullit kemi hënën e re në gafore. Pra ajo situata e datës 14 apo rreth datës 14 ty do të bëj të kuptosh shumë më qartë çfarë ti dëshiron dhe situatën tënde familjare dhe njerëzit që ti ke rreth teje dhe nevojat e tua në lidhje me vendin ku je momentalisht, sepse vendi ku je momentalisht nuk të jep aq mundësi sa ti do doje, nuk të jep aq opsione sa ti do dëshiroje. Prandaj për shumë desh nevoja për një ndryshim, për një shpërngulje është e domosdoshme. Mund të mos jeni gati ta merrni këtë iniciativë në korrik, mund t'ju duhen të kurseni para, mund t'ju duhet të keni një plan më praktik, por në afatgjatë shumë nga ju do të vendosni të shkëputeni, të bëni një ndryshim që ka të bëjë ose me shtëpinë ose me vendin ku ti jeton, se aq gjërat janë konsumuar rreth teje. Okej, desh, kjo është gjithçka që unë shikoj për ju për muaj korrik. Ju falenderoj shumë që më ndoqët. Nëse ju pëlqeu ky lexim, ju lutem më jepni një like, një koment, mos harroni të abonoheni, të bëni subscribe që mos të humbisni videot e ardhshme. Dhe nëse jeni të interesuar për një lexim privat me mua, mund të rezervoni online direkt nga websajti im në www.goldentruthtarot.com. Linkun e gjeni këtu poshtë tek video dhe tek përshkrimi. Ju falenderoj shumë që më ndoqët dhe bashkë do dëgjohemi në videot e ardhshme. Gjithë të mirat, mirupafshim!